ishte surprizë për ne kjo fermë biogazi. Mund të di diçka më shumë, çfarë keni bërë, si keni realizuar? Es war 2005 haben wir die Biogasanlage gebaut. Në vitin 2005 ne kishim vetëm fermën e prodhimit të pulave, në fakt është broiler, është prodhim mish pule. Dhe duke qenë që i gjithë impiantit themi ngrohja, sepse pulat ka nevojë për temperatura të caktuara, ngrohja dhe i gjithë impianti ishte i konsumuar, ne ishim përpara një momenti çfarë të investojmë, ku të investojmë, sepse u futën edhe disa rregulla të caktuara në lidhje me pesticidet që me plerimin, gjithë legjislacioni i ri, do të thotë ishte një vendimarrje çfarë do bëjmë dhe ku do investojmë. Also wir bewirtschaften da eigentlich 50 Hektar Ackerbau. Ne vetë si ferm kemi 50 hektar, të cilat janë në pronësim dhe menaxhimin tonë. Und 83.000 Junghennen, Dhe kemi 2,5 83.000 krerë pula për prodhim mishi. Und dieses ganze Material ist dann eine Kreislaufwirtschaft und kommt in die Biogasanlage und wird Në këtë vergoren. periudhë filluan iniciativat ose kishin filluar iniciativat e prodhimit të energjisë elektrike nëpërmjet biogazit, që do të thotë dhe ne ju futëm kësaj fushe dhe me plehrat, me mbetjet nga stalla, mbetjet biologjike të prodhimit nga pulat, ne krijuam një qarkullim të gjitha mbetjeve deri në prodhimin e energjisë elektrike. Pra si funksionon? Und wie funktioniert konkret? Also konkret, es wird Me tokën që ne kemi 50 hektar, një pjesë e mirë prodhon lëndë të parë për të ushqyer impiantin e biogazit, që do thotë këta nuk prodhojnë energji vetëm me mbetjet e stallës, por edhe me bimot që prodhojnë, pra misrin apo majs oder was wird produziert? Mais, Getreide und der Hühnermist. Von den Hühnern Që do der Mist. thotë ne prodhojmë misër, drithra dhe plehu i stallës janë lënda e parë që futen dhe ushqejnë impiantin e biogazit, i cili transferohet në energji elektrike. Ku e çoni energjinë pastaj? Për vete? Die Energie, Eigenen Verbrauch? der Strom wird verkauft an die, Ne prodhojmë energjinë e cila shitet. und die Wo? Wärme, die Wärme wird am Betrieb verbraucht, in den Hühnerstallungen, Die im restwärme. Wohnhaus, die Restwärme. Që do të thotë ne shesim energjinë elektrike dhe mbetja për energjinë, për ngrohjen, përdoret për të ngrohur stallat, shtëpinë, të gjitha ambientet e kompleksit. Sa pula duhet kesh apo kafshë të tjera për të prodhuar, për të pasur mundësi që të prodhosh biogaz? Da kommt drauf an, wie groß die Anlage ist. Also diese Anlage hat 130 Kilowattstunden. Ne në varësi të fuqisë që ka një impiant, ne kemi 130 kW në orë prodhimin, kapacitetin e prodhimit, edhe do të ishte e mundur që ne të prodhonim edhe vetëm me plehun që ngelet nga stallat. Ja. Pra është diçka që ja vlen. Wir brauchen 36 Grad Wärme in den Stallungen. Që të mbash prodhimin e të kesh një stall me pula, duhet të garantosh një temperaturë 36 gradë. Për të bërë këtë, ne patjetër që kishim interesi i parë ishte njëherë garancia e ngrohjes, që do thotë ishte kjo, plus prodhimi i energjisë që është diçka e ardhur plus. Und es war nämlich damals nämlich so, dass war nämlich eine Option, nämlich, dass wir nämlich bevor wir die Biogas... Me prodhimin e kësaj, ne kemi mënjanuar edhe problemin e magazinimit, që do të thotë duke pasur kaq shumë mbetje, se ti prodhon ke ple, ne mënjanuam e para njërë depozitën, vendin, ku ti ke nevojë të depozitosh pleun edhe me gjithë proceset që pasojnë, por veç kësaj ti edhe fiton para nga kjo energji. Ju keni këtu fermën e pulave, ajo është shtëpia juaj, pra edhe shtëpia dhe puna janë bashkë. Ka shumë njerëz që punojnë këtu? Zu zweit. Wie zwei. Ne të dy. Jetzt.
Du vet, vatten och moder nog een bisschen, aber Natyrisht jetojnë dhe prindrit tanë, por ata pak ndihmojnë, në fakt ne të dy. Si e përballoni ju gjithë këtë punë? managen wir tun wir das gemeinsam, die Hühner. Në fakt ne vetëm kemi marrin përsipër këtu prodhimin. Ne nuk merremi me marketingun dhe me shitjen e produkteve, sepse ne na vinë kafshët që duhet rrisim, vinë nga një prodhues që ka një tufë prindërore. Ne i mbajmë këtu për aq periudhë sa është e nevojshme, për aq muaj sa ato të bëhen gati për në treg, por ne nuk merremi me shitjen, apo pra është e menaxhueshme sepse nuk bëjmë të gjithë ciklin deri në shitje. Është i automatizuar cikli. Es gibt automatisierte Arbeiten, ja, patjetër. Pra deri Ja. doni që të hyjë vjerës. Deswegen erlauben sie nicht oder was ist der Grund? Darf man nicht. Ja. Als Krankheit. Ideja është që nuk lejohet, edhe në kudo, në të gjithë Europën, ose edhe në Shqipëri nuk lejohet që në një stall pulash të futet për arsye higjiene, smundjesh, kështu që absolutisht është gjithçka e automatizuar.